Ajo që kam la përshtypje të kretë djem, jo vetëm të ju tre, kretë edhe që hupi Gjilli penaltin, që Gjilli ka qenë një prej lojtarëve më aktiv në secilën lojë, ka qenë gati gjithë nëse s'ka bëjë në ekipën startuese, ka bënë një kontribut shumë të madh në çdo lojë, po fati dhe ishte që qatë penalti me hup, këta kanë qenë shumë mbështetës me Gjillin, s'kanë qenë gjykus, këta e keni vetë, ja u ke mësu te, trener, që mes me gjyku njëri tjetrin, qoftë. Unë e shesha që edhe në të mirë, kur Amari jep ke 7 golla, se Riadi, se Bajgora, si kushdo, ti nuk i jep që shumë fjalë malin me marë. Këtë në regullë, është pjesë e loje, sa më din, ja u ke majtë një farë balanci të emocioneve, shumë, edhe te dhe Donati edhe Bledari. Na që ditim ka njerë kur lujna me këndërshtarë dhe t'jepin 10 golla 15. Unë mene që s'do të me unallë. Apo këta ndryshë është me fitu 2-0, ndryshë edhe 10-0. Motivimi, disponimi ty në ndronë. Apo këta në tash edhe ja ka në të vetë prezent, kur këna fitu edhe 9-1 një loj, dhe mund të edhe vetë që halo këna desh më shumë. Po ka dalë se i bënë 9 golla, jo bënë 9 golla, po pëse mësë mi bënë 15. Se ka raste për një goll të e hup nërta pikën, e hup kualifikimin. Se a i kundërshtari ka një goll ma shumë se te, edhe dhe mund që ato synimit me kërku so ma shumë. Apo këta se këta si fmi, do të me lyp ma shumë. Kur të mi rrinë moshën 17 veçare, 18 veçare, këve që ka një farë mënyrë ka ujit vete me qato ambicje, me qato qëllime që me e konë kërkus. Edhe nësot kërkën, edhe kemi më rrirë, realisht. Absolutisht.